Ish deputeti i PD Ervin Saliani ka ankimuar këtë të hënë zyrtarisht përjashtimin e tij nga gara për kryetar të PD-s. Partia Demokratike përjashtoi Ervin Saliani nga gara për kryetar, duke mos i dhënë mundësinë të kandidojë në zgjedhjet e 23 majit përballë Sali Berishës. Sipas PD, Saliani nuk rezulton më pjesë antarësisë së partisë, çka e bën të pamundur kandidimin e tij. Saliani nuk mund të kandidojë, nuk është më antar i PD, thuhet në përgjigjen e sekretarit të përgjithshëm të partisë. Vetë Saliani nuk e kishte përjashtuar mundësinë për të hyrë në garë, por i freskimi i listave të antarësisë e ka lënë atë jashtë strukturave të PD-s. Ai konsideroi një ndër figurat kryesore që mund sfidonte Berishën, me cilin kishte pasur përplasje politike, përfshirë organizimin e takimeve paralele me demokratët. Përjashtimi i Salianit lidhet me kriteret e reja të miratuara nga partia gjatë procesit të rifreskimit të antarësisë, ku përjashtohen ata që kanë vepruar kundër interesave të PD-s ose kanë mbajtur qëndrime në kundërshtim me vijën politike të saj. Kriza shpërtheu publikisht pas sinjaleve të Salianit se do të sfidonte Berishën në garën për kreun e PD-s, që në mars ish deputeti demokrat nisi një seri takimesh në bazë ku kritikonte leadershipin aktual dhe kërkonte një opozitë të re. Më 9 prill nga Vlora, ai sulmoi mënyrën se si po drejtohej partia, duke ironizuar fishekzjarrët politik të Berishës dhe duke paralajmëruar se PD po hynte në zgjedhje pa vizion dhe pa shpresë reale për fitore. Tensionet u rritën pas protestës së opozitës më 17 prill, të cilën Saliani e konsideroi dështim politik. Në një intervistë televizive më 21 prill, ai deklaroi hapur se Berisha është kthyer në pengesë për opozitën, duke shtuar se gjua politike e kreut të PD-s ishte e tejkaluar dhe se partia ndodhej më dobët se 4 vite më parë. Saliani akuzoi drejtimin aktual se kishte larguar figurat me kontribut dhe se protestat nuk frymëzonin më demokratët. Në të njëjtën periudhë, ai nisi sulme edhe më të forta personale ndaj Berishës. Në një dalje publike në Kukës më 19 prill, Saliani deklaroi se PD po shkon drejt një humnere dhe se edhe drejtues brenda partisë planonin privatisht se me Sali Berishën nuk vim dot në pushtet. Ai e quajti programin politik të opozitës steril, të plakur dhe e pa vizion. Konflikti mori për masa dramatike më 15-16 prill, kur Berisha akuzoi Salianin për lidhje me figura të botës së krimit, si Ergy Agasi. Kryedemokrati deklaroi se Saliani kishte kaluar verën në dreka e darka me Agasin. Reagimi i Salianit ishte jashtëpër. Ai tha se Berisha po shfaqte gjendje të rënduar psikoemocionale dhe akuzoi se po përdorte metoda të vjetra të baltosjes nga frika e garës. Në deklaratat e tij, Ervin Saliani komguli se Berisha nuk pranonte konkurrencën e brendshme dhe se po tentonte të mbante partinë në kontroll personal. Përplasja arriti kulmi në fillim të majit, por Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në PD skualifikoi të gjithë kandidatët përballë Berishës, duke e lënë ato të vetëm në garën e 23 majit për kreun e partisë. Në listën e emrave të refuzuar përfshihej edhe Ervin Saliani. Pas këtij vendimi, Saliani shpërtheu publikisht kundër Berishës. Ai deklaroi se kreu i PD-s humbi burrërin, duke mos pranuar garën dhe se po e çonte partinë drejt shuarjes. PD nuk meriton të shuhet për shkak të liderit të saj, shkroi ai në reagimin e publikuar në rrjetet sociale. Në vijim, Saliani publikoi edhe një video të vjetër të Berishës, ku ky i fundit deklaronte se turpi i historisë i mbuloftë ata që mbrojnë zgjedhjet me një kandidat. Ish deputeti demokrat e përdori videon për të akuzuar Berishën për hipokrizi politike, duke thënë se sot ai po bënte pikërisht atë që dikur dënonte. Një tjetër pikë përplasje ishte statusi non grata i Berishës. Saliani deklaroi se ish kryeministri ishte shpallur non grata në SBA dhe Britaninë të Madhe për shkak të lidhjeve me krimin dhe përdorimit të tij për influencë politike. Ndërkohë njerëz pranë Berishës nisën kundër sulmin politik dhe procedurial. Gazelia Blu artikulua ideja se Saliani nuk plotësonte kriteret statutore për të kandiduar dhe se nuk kishte më status aktiv brenda partisë. Në media pranë PD-s u hodhën aludime për përjashtimin e tij de facto nga struktura drejtuese. Përplasja Berisha-Saliani po shihet tashmë si betejë më e fortë për kontrollin e Partisë Demokratike pas rikthimit të Berishës në krye të saj. Nga njëra anë qëndron lideri historik që synon të ruajë dominimin absolut mbi opozitën, dhe nga ana tjetër Saliani po përpiqet të paraqitet si simboli një brezi të ri demokratësh që kërkojnë distancim nga modeli i vjetër politik i PD-s.